Më lejo të bëj ndarjen kategori, prezantimin kategori të produkteve. Normalisht karikuesit e makinave elektrike janë në dy kategori kryesore, për përdorim familjar dhe stacione karikimi DC, si i quajmë në gjuhën teknike. Karikuesit për përdorimin familjar janë karikuesa të vegjël që vendosen kryesisht nëpër shtëpi, nëpër ambiente zyrash, ku stafi qëndron disa orë. Edhe merr shërbimin për një kohë më të zgjatur dhe karikuesit DC që janë karikuesa publik, fast charge, në gjuhën e përditshme, që ndahen prapë në disa kategori të tjera, nga karikuesit më elementar ku fuqia është e përqendruar në një pajisje të vetme, deri te karikuesit inteligjent që bën një shpërndarje fuqie pas kërkesës së makinave. Në këtë formë redukton kohën e pritjes edhe merr një shërbim edhe më cilësor. Si shikoni tregun në kërkesën që ka dhe në nevojën për të tilla produkte? Aktualisht tregu është në rritje, kërkesa është goxha e madhe. Ndoshta nuk do ta them parën, po në fakt ka një mungesë informacioni nga ana e klientit edhe përdoruesit, po klienti në rastin ton ofruesi i shërbimit ose blerësi i pajisjeve, kryesisht janë të painformuar. Pse? Duke qenë që është teknologji e re, jemi në hapet e para. Si çdo gjë tjetër në hapet e para, mungesa e informacionit e theksuar, po krijojmë një blog edhe po japim disa informacione të nevojshme bazike në fazën e parë. Do ta zhvillojmë edhe më vonë pastaj që gjithkush të updatohet të jetë i informuar, të ketë mundësi të përzjedhë dhe të marrë shërbimin ashtu siç është efikas. Kush janë blerësit tuaj që i drejtohemi sot? Kemi nga kompani që përdorin flotet, kanë flotet e veta, përdorin stacionet tona për karikimin edhe për menaxhimin e flotave të veta, sepse normalisht në formën se si e kemi organizuar dhe si e japim shërbimin, një kompani mund të menaxhojë në sektorin e vet edhe aksesin më të vogël nga çdo përdorues punonjës i kompanisë vet. Kemi edhe klient privat, kemi dhe dhonës shërbimi që blejnë pajisje dhe shesin shërbimin e karikimit për çdo klient rastishëm, domethënë që ka nevojë për shërbim, ose edhe qoftë edhe për kompani të tjera. Kryesisht të gjitha kategoritë janë kërkues në treg. Tregu ka hapësirë për gjitha kategoritë. Në një treg të tillë, ku siç thoni është në rritje, padyshim që edhe kompanitë të ngjashme mund të jenë duke u ziruar e duke ecur me hapat e kohës, pse klientët, qytetarët duhet t'ju besojnë ju dhe pse t'ju zgjedhin ju? Në fakt kjo është pika jonë e fortë. Ne kemi filluar gjithçka nga ajo. Ne fillojmë që në projektim, në fazën e parë japim idenë, japim sugjerimin më të mirë, përzgjedhim dhe ofrojmë pajisjen që është e përshtatshme me rastin, duke gjykuar analizën e tregut, dhe tashmë kemi bërë një analizë nevojës gjithkund nëpër Shqipëri. E vazhdojmë këtë proces deri në shërbimin final, në menaxhimin e pajisjeve nga shitsi edhe në marrjen e shërbimit, menaxhimin e marrjes së shërbimit nga klienti fondor. Ne kemi një qark të mbyllur nga AKZ dhe një blerës i joni, po them, nuk ka nevojë të dalë jashtë në shpras gjë tjetër. Merr një shërbim të vetër në një dorë, në qark të mbyllur. Garancia, cilësia e produktit, eficiencia e produktit, na ka dhënë një lloj force dhe një lloj kohe për përmirësuar dhe proceset e tjera që për shumë kënd mund të ishin më të vështira. Ambicet për të ardhmen, cilat janë? Krijimi një rrjeti unik stacionesh, dhe në një shërbimi efikas, zgjerimin e shërbimeve të tjera në të njëjtën platformë shërbimi. E kemi aktualisht nisur si projekt, po e zhvillojmë, por do i lançojmë hap pas hapi të gjitha. Sfidat e këtij sektori, çfarë shikoni si sfida të përditshme apo edhe në të ardhmen? Burimet e furnizimit me energji elektrike. Përballemi me vështirësinë në sigurimin e burimit të furnizimit me energji. Rrjetet e shpërndarjes nuk janë të përgatitura dhe nuk janë të menduara kurrë që mund të kishin nevojë për këtë lloj konsumi, si thosh, për këtë sektor. Kjo është ndalesa e parë që vonon zgjerimin. Edhe mund të jetë edhe shkak për krijimin një lloj kaosi në të ardhmen nëse nuk do zgjidhet shpejt. Rritja e numrit makinave në përdorim normalisht duhet i paraprije edhe me rritjen e numrit stacioneve, infrastrukturën, gjithçka që është nevojshme për mos me kriju bllokade të paktën artificiale në një lloj forme për të shmangur aty ku është e mundur. Tregu mund të ofrojë shumë, por si ta dalloj klienti ku është i duhuri apo cili është stacioni më efikas? Klienti ka shumë të thjeshtë sepse në rrot par ka logon tonë edhe numrin e shërbimit në një stacion tonë, por për të bërë diferencën me të tjerët, një stacion karikimi është eficient në gjitha rastet, në gjitha
kushtet e ndryshme atmosferike. Do të thonë, ka të njëjtën fuqi si në verë si në dimër. Ka një shpejtësi edhe një garanci, një siguri përdorimi, ka edhe pajisje çfarë është pjesë fizike që duket, do të thonë, ka kabllime dhe pikat e lidhjes janë fortë dhe qëndrueshme. Si jeni me çmimet krahasuar me tjerët? Ne punojmë direkt me prodhuesin, jemi në një lloj marrëdhënie bashkëpunimi me prodhuesin. Jemi më mirë se të gjithë tjerët për cilësinë që kemi. Tregu mund të ketë produkte më të lira, por nuk kanë eficiencën. Kanë produkte kryesisht që pas një farë kohe do ndrohen. Ne kemi zgjidhur këtë problem që në fillim. Kemi marrë produktin e dur që japim shërbimin e dur, edhe nuk e shohim këtë thjesht si shitje pajisje. Në ambientet e showroomit prezantohen nga afër teknologjitë më të fundit për karikimin e automjeteve elektrike, duke ofruar një pasqyrë të qartë të gamës së pajisjeve dhe funksionaliteteve të tyre. Jemi teknikull karikimi me 2 pika lidhje të sistemit kinez, GBT. Kjo është një kull e modelit 120 kW, me fuqi fikse 120 kW. Këto modele kryesisht variojnë nga 60 deri në 320 kW, kulla të vetme, me fuqit përpjestuar pastaj. Për sa kohë karikon një automjet? Aftësia e makinave për të marrë energji është diçka tjetër dhe aftësia e karikuesit për t'i dhënë atyre makinave energji është diçka tjetër. Kur duhet llogarisim se sa është shpejtësia e karikimit të një makine, duhet kemi parasysh sa është aftësia e thithjes së asaj makine. BMS-ja e baterisë makinës bën kërkesën te karikuesi, i cili i përgjigjet mas nevojës saj me kapacitetin e vet maksimal. Domethënë, nëse flasim eksaktësisht për këtë karikues, kemi të bëjmë një karikues që ka aftësinë të japë një makinë 120 kW në kokë. Ky model të paktën. Montohet, lidhet energji elektrike, sillet linja e internetit ose është në një modul që merret direkte për backup, se normalisht ne kemi zgjidhur dhe me një linjë dytë backup internetin për gjithë pajisjet me qëllim që mos t'i kemi kurrë pajisjet offline. Në moment që keni një kërkesë nga klienti, sa kohë duhet për ta çuar dhe për ta? Është çështje orësh. Është çështje orësh. Ndërkohë këtu kemi një variant më ndryshe. Kemi një variant tjetër që është i përbërë, normalisht ky është edhe me fuqi pak më të vogël. Të gjithë variantet janë kompozueshme sipas nevojës, sipas kërkesës, është lidhur normalisht edhe me nevojën, është lidhur edhe me mundësinë për ta instaluar. Nëse një kompani po them ka një flotë madhe makinash dhe ka mundësinë për të vendosur një karikues, normalisht do marrë një kull të madhe karikimi që të shkurtoj edhe kohën. Nëse nuk e ka mundësi, nuk e ka linjë elektrike, është i kurzuar, pastaj do humbim kohë në pritje. Ose nëse ka një flotë vogël, makinash mund ta zgjidhë edhe me një karikues me fuqi më të vogël. Gjithsesi cili si thosh bën raportet e veta të kohës për shfrytëzim. Ky model ka karakteristika të ndryshme nga i pari sepse ky ka dy pika lidhje të ndryshme për makinat e modelit evropian dhe makinat e modelit kinez. Domethënë është një stacion mix, një kull mikse, është më universale në raport me dhënien e shërbimit përgjithshëm, ndërsa kullat specifike janë kompozuar në të njëjtën formë. Këta janë karikuesat AC Home Charge, ndryshe. Janë edhe këto disa modele edhe disa fuqish, ndahen sipas varianteve të makinës, sipas llojeve të makinave, europiane ose kineze, janë me fuqi nga 7 deri në 22 kW. Instalohen nëpër ambiente private kryesisht. Shtëpi, zyra, janë të lidhura me platformë online për menaxhim. Normalisht energjia është shërbimi është i vet klientit, por ai mund ta përdorë karikuesin. Nëse do blej karikues kene, do e përdori edhe online karikuesin e vet. Të kryej skenare të kohëve të karikimit, të ketë mapjen gjithë kohën, domethënë konsumin sa ka harxhu, kur e ka harxhu. Çdo gjë me telefon, ëh? Gjithçka smart.